Zoti tregoi disa urdhra për detyrimet tona për të treguar edhe mjetet me të cilat bëhen të pranueshme ato detyrime. Zoti urdhëron e thot: "Wadhkuru ni'matallahi aleikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bidhati s-sudur." Kujtojeni o besimtar mirësinë e Zotit për ju dhe besën e fortë që ju e keni lidhur me të kur thatë: "E dëgjuam dhe u bindëm, kjeni frikë Zotin, ruhuni nga thyrja e besës, sepse Zoti i di plotësisht sekretet e zemrave." Shpjegime. Mirësia e Zotit është për fen islame dhe besa e lidhur me të është për besën që kanë lidhur sahabët e nderuar në Hudejbije me pejgamberin që t'i binden atij në çdo urdhër. Pra ajeti do thot besimtar, mbajeni gjithmonë parasysh mirësinë që Zoti ju ka bërë mysliman, mos e harroni atë mirësi të madhe, por kujtojeni atë kurdo herë që t'i bëni falëndërimin e duhur atij, zbatoni deri në një urdhrat e Zotit me zell e me çiltërsi, sepse vetëm kështu veprat tuaja bëhen të pranueshme te Zoti. Kujtojeni besën e forcuar të Zotit që keni lidhur me pejgamberin kur i thatë atij: "E dëgjuam dhe u bindëm, kjeni frikë Zotin, mos veproni kundër urdhrave të tij dhe ruhuni nga thyrja e besës që i keni dhënë pejgamberit, sepse Zoti i di plotësisht sekretet e zemrave tuaja." Zoti tregoi disa detyra që na ka vënë neve për të treguar edhe se duhet për ulje ndaj atyre detyrave. Zoti urdhëron e thot: "Ya eyyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." O ju që keni besuar, bëhuni të qëndrueshëm për Zotin, vazhdoni të kryeni urdhrat e Zotit, bëhuni dëshmues me të drejtë, le të mos ju shtyj mëria që keni ndaj një kombi për të mos bërë drejtësi, bëni drejtësi. Ajo drejtësi është shumë afër devotshmërisë, takuas. Kjeni frikë Allahun sepse Allahu i di plotësisht punët që ju bëni. Shpjegime. Fahri Razi u thot se ky ajet i madhëruar përfshin shpirtin ndaj urdhrave të Allahut. Në themel ato përmblidhen në dy pika: A. Nderimi i urdhrave të Zotit, B. Mëshirë për krijesat e Zotit. Me frazën "bëhuni të qëndrueshëm për Zotin" theksohet pika e parë, me frazën "bëhuni dëshmues me të drejtë" theksohet pika e dytë. Nga fraza "le të mos ju shty mëria që keni ndaj një kombi për të mos bërë drejtësi" kuptohet qartë ndalimi i padrejtësisë edhe ndaj atyre që i keni mëri, prandaj si ndaj fisit dhe mikut, ashtu edhe ndaj të huajve dhe armiqve është detyrë të sillesh me drejtësi, me fjalë, me punë. Pas asaj fraze Zoti urdhëron prerazi: "Bëni drejtësi." Kjo do thotë se edhe ndaj armiqve të Zotit, të cilët janë mohues, qafir, veproni me të drejtë. Më pas Zoti e ka cilësuar drejtësinë me këto fjalë: "Ajo është shumë afër takuas." Kjo do të thotë se drejtësia është një punë që u ka hija atyre njerëzve të cilët e ruajnë veten nga gjërat e ndaluara. Zoti ka përfunduar ajetin me këto fjalë: "Kjeni frikë Allahun sepse Allahu i di plotësisht punët që ju bëni. Pra ruhuni dhe mos veproni kundër urdhrave të Zotit, sepse ai e di shumë mirë ç'punoni ju dhe sipas veprave tuaja jep edhe shpërblimin, andëshkimin." Zoti për të treguar se çfarë u ka premtuar atyre që respektojnë dispozitat e mësipërme, urdhëron e thot: "Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu s-salihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim." Zoti u premtoi atyre që besojnë dhe bëjnë punë të mira se për ata ka falje dhe një shpërblim shumë të madh. Shpjegime. Pas foljes Wa'd, premtoi, Zoti ka prur emrin e madhëruar Allah, që shënon veten e tij të pajisur me të gjitha cilësitë e plota si Zot dhe pa asnjë tëmet. Nga kjo nënkuptohet se premtimi është i pakthyeshëm. Pse? Sepse mosmbajtja e një premtimi rrjedh nga padia e nga pazotësia, ose sepse premtuesi ka nevojë për vete, por Zoti është i ditur, Zoti është i gjithfuqishëm, Zoti nuk ka nevojë për asgjë e për askënd. Atëherë nuk ka asnjë shkak që ai të mos e mbajë premtimin e vet. Ky ajet përfshin dy faktorët e lumturisë së njeriut për jetën e pasosur, që janë: A. Falja e fajeve, B. Shpërblimi i madh për njeriun. Por meqense këto dy faktorë varen nga besimi e nga puna e mirë, njerëzit që nuk i besojnë së vërtetës dhe nuk bëjnë punë të mira, nuk do të arrijnë atë lumturi. "Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabul jahim." Ata që mohuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, ata janë të xhehenemit. Ata nuk do t'i ndahen kurrë atij. Shpjegime. Bejzaviu thot se Zoti me madhërinë e vet sa herë që në Kuranin Kerim ka treguar ndonjë si hariq për besimtarët, pasti ka treguar edhe pësimet që do të ndodhin qafirëve. Me këtë mënyrë ka respektuar rregullin e thirrjes në të vërtetën, kur njerëzit thirren për të ndjekur udhën e drejtë dhe u tregohet fundi i mirë i bindjes ose fundi i keq për mosbindjen.
bën përshtypje të thellë në zemrat e njerëzve. Prandaj është në rregullin e të Madhit Zot që në Kuranin Kerim të përmenden njëri pas tjetrit premtimi e kërcënimi, nxitja për punë të mira dhe friksimi për punët e këqija. Ja ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. O ju që keni besuar, kujtojeni mirësinë që ka bërë Zoti për ju kur një kom, një grup njerëzish bën qëllim të zgjasin duart e veta mbi ju, t'ju vrasin, por Zoti në çasti shpori duart e tyre prej jush, u ala të shuar të keqin që donin të kryenin. Dhe kijeni frikë Zotin, ruajeni veten që të mos i kundërshtoni urdhrat e Zotit, le të mbështeten besimtarët vetëm në Zotin. Shpjegime. Kombi që bën atentat, suiqast kundër pejgamberit me shok dhe qua dështoi Zoti është për jehudin të fisit Beni Nadhir. Pejgamberi që bekuar bashkë me Ebubekrin, Omerin, Osmanin dhe Aliun, Zoti qoftë i kënaqur prej të gjithëve, shkuan në kabilen Beni Nadhir për të kërkuar ndihmë prej tyre për të paguar dijetin për dy vetët e vrarë në pabesi dhe ran bujtës në shtëpinë e Kab ibn Ashrefit. Pasi u kanë treguar qëllimin e vizitës jehudive, ata i kanë thënë: "Zotëria juaj qëndroni këtu e ne po dalim të përgatisim bukën e drekës dhe të mbledhim ndihmën e kërkuar." Sa po dolën jashtë, vendosën që të rokullisnin një gur mokre prej kulmit të shtëpisë dhe të vrisnin aty pejgamberin me shokët e tij. Kur jehudin po e përgatisnin tinës atë tradhti, Zoti e lajmëroi pejgamberin dhe ky me shokët e vet u ngritën e u larguan nga ai vend. Kështu u dështoi atentati jehudive. Shpëtimi i pejgamberit me shok prej atij atentati është një mirësi shumë e rëndësishme e Allahut. Prandaj Zoti ka urdhëruar myslimanët që ta kujtojnë atë mirësi, të ruhen nga mëkatet dhe të mbështeten vetëm në mëshirën e të Madhit Zot, sepse mëshira e tij është e vetmja që i mbron ata. Kundër pejgamberit me shok janë bërë shumë atentate, por Zoti i ka ruajtur ata.